Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. A me shku? Ku me shku? S'po shkoj kërkon se po rrinë shpi. Edhe, mysafir sot e kom një evlat shtëpis, edhe i thash adin qka? Thash, na po boj muhabet, për shkak se jemi mësu deri vonë natën me bo muhabet. Deri në 4 mëngjezit jemi mësu me bo muhabet. Jemi mësu mja qa hallet njëni tjetrit, jemi mësu me ndatë mirën edhe të keqen. Jemi mësu me frymu bashk. E miq të nderuar, çdo të diel edhe ju keni frymuar me të. E keni dasht, e doni ende, për shkak se është njëri nga gazetarët dhe njëri nga moderatorët më të ngrohtë që ka Kosova. E mos të them që e ka bota shqiptare. Shikueshmëria e emisioneve të tij ka ditë të shkoj edhe në 83%. Shikueshmëria e tij vazhdon ende të jetë e njëjtë. Është i afërt, e don publikun e vet dhe publiku e kupton këtë gjë. Është i dashur me të gjithë, prandaj e ftojnë edhe në hahengjet e tyre kudo që i mbajnë, dhe ai, miq të nderuar, është, që shuni thom, Evlad Labinot Gashi. Labi, mirë se erdhe në emisionin tim. O mundova, thash sot, zdu me thonë Majko, edhe zdu mu përmbajt krejt konceptit emisionit, këshëm nuk njihem na. Se për ndryshe nuk di që është musik dhe nuk di që është me ragu. Kërës ta e binda vetën të rrugën të arë dhe të thonë, dhe që jam në mision të gjeri jam, të gjeri. Nuk jam të nanushis, jam të Majkoja. Nuk jam të nanushis, nuk jam të Majko, nuk më ka e Vlad, jam musafir. Në thonë, këta e shtina në kry gjatë gjithu, këtë për shkak që është shumë e fështirë. Është shumë e fështirë me qenë afër teje dhe aq ma tepër në emision, për shkak në këtë vend këtu, këtë shtëpi këtu, unë urita me juve, unë erdha deri ku jam këtu fal meritave dhe gjithë shkafit juj, dhe të e marrë parasysh dhe me thonë dashnin që e ngrotësin që ma ki jep, jo vetëm në shtëpinë e madhe të Nistenishit, po mrenda shtëpisë tande. Mrenda shtëpisë tande, se unë e kom potencuar dhe vazhdoj me qenë ai që thëmë gjithmonë që unë urita bashkë me Ledrin, po më doket, urita bashkë me një shtëpi, urita bashkë me frymën tande, frymën e agronit, frymën e madhës, frymën e gjyshit, po edhe urita bashkë edhe me Ganën, edhe Ganja është që sa vjetë bashkë, kështu që mu më vjenë mirë që kom qenë dhe vazhdoj me qenë pjesë e jotja, po sonte kom mundu me qenë musafiri jotja. Ka me u mundu sot me qenë mësafiri imi për shkak se do t'i kuptoni disa gjëra, miq të nderuar, që Labi nuk i ka folë në emisionet e veta. I ka përmend aty këtu, por jo edhe në mënyrë të zgjeruar, për shkak se emisionin e vet gjithmonë e ka kuruar në mënyrë që të dalë në pa mysafiri dhe jo ky. Dhe vazhdon ende të jetë i tillë, praktikisht dëshiron emisionet e Labit edhe të tilla janë, dëshiron që mysafirët t'i paraqes ashtu si ne i shohim, ashtu si ne i adhurojmë. Nuk i denigron kur mysafirët e vetë, gjithmonë i don edhe ata që ndoshta nuk i akthejnë me dashni, por Labi vazhdon t'i doj, për shkak se qashtu e ka shpirtin Labi. Labi nuk din ndryshe. Pik. Etash. Qa me po që na njejtë.
Jena njejt. Pra, ndaj na shkon muhabeti. Jemi njejt, kështu komplet, sa i përket që saj, këtë komplet jemi njejt. Para se të vazhdoj me Labin, do të dëshiroj ata ndjekim një dokumentar të cilin për Labin e ka bërë Enkas Ben Apolloni. Labinot Gashi, i njohur për publikun si Labi, ka lindur më 15 tetor 1978 në Pej. Shkollën e mesme ka mbaruar në Shkollën Ekonomike në Pej, ndërsa më pas ka vazhduar studimet në Fakultetin Ekonomik. Labi është një nga moderatorët dhe gazetarët televiziv më të njohur në Kosovë, figurë që për më shumë se 2 dekada është identifikuar me ekranin televiziv dhe programet argëtuese shqiptare. I njohur për stilin e tij popullor, energjinë pozitive dhe komunikimin e afërt me publikun. Ai konsiderohet një prej figurave më karakteristike të televizionit kosovar. Para angazhimit në media, Labi ishte valltari i qytetit të Pejës. Menjëherë pas luftës në Kosovë, ai u angazhua si vullnetar në qendrën daneze në sektorin të rinjve. Më pas filloi punën në radion e Kforit italian, ku realizonte emisione javore. Karrierën televizive e nisi në radio-televizionin Dukagjini si organizator, ku punoi për disa muaj, ndërsa më pas u transferua në radio-televizionin 21, medium me të cilin do të lidhej për shumë vite, dhe ku do të ndërtonte identitetin e tij televiziv. Fillimet në radio-televizionin 21 i pati si organizator, ndërsa më vonë u angazhua si bashkëpunëtor në emisionin E Diela me ju, të prezantuar nga Gjeri. Më pas nisi moderimin e emisionit Edhe unë jam Kosovë, ndërsa një nga projektet që afroi shumë me publikun e ri ishte emisioni O Pop Njeri, të cilin e realizoi për disa vite. Nga ky format lindi edhe programi festiv dhe muzikor Op Labi Party, që u kthye në një prej eventeve më të njohura argëtuese televizive të kohës. Kulmi karrierës së tij erdhi me emisionin Një kafe me Labin, një format intervistash dhe argëtimi që për vite me radhë ishte ndër programet më të shikuara në Kosovë. Emisioni u bë sinonim i stilit të tij unik të moderimit dhe vazhdon edhe sot të jetë pjesë e programacionit të radio-televizionit 21. Përveç këtij projekti, ai ka realizuar dhe moderuar edhe shumë formate të tjera të njohura televizive si Relax me Labin, Unë jam top model, Ajk e Mjalt dhe Miss Universe Kosova. Pas rreth 17 vitesh angazhim në radio-televizionin 21, Labi u largua nga televizioni në vitin 2017 dhe vazhdoi punën edhe në media të tjera. Por në vitin 2024, ai u kthye sërish në radio-televizionin 21, rikthim që u konsiderua nga publiku dhe mediat si kthimi në shtëpinë e tij televizive. Gjatë karrierës së tij, Labi është dalluar për promovimin e artistëve të rinj shqiptar, organizimin dhe moderimin e spektakleve muzikore, si dhe për aftësinë për të krijuar lidhje të drejtë për drejtë me publikun. Ai mbetet një nga moderatorët më të dashur dhe më jetë të gjatë të ekranit televiziv në Kosovë. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një moderator popullor, për një organizator të shkëlqyer dhe për një punëtor të palodhshëm, Labinot Gashin, Labin, të gjithë e kanë në majët gjuhës. Labi ti e don Pejën, e di, ke lind, je rrit një kohë në Pej. Fëmiria jote, ke pas vllazën, e ke një motër, nanën, babat nëse të vdiq, por i ke edhe hallat. Po. Do me thënë komplet një familje tradicionale pejane dhe doli Labi. Po. Doli që ndështë asë ata vetë nuk e kanë paramentuar, nuk e kanë prit, për shkak që asnjë në familje nuk ka të bëjë me botën e muzikës, apo televizionit, apo qoftë edhe të artit. Ndoshta, më me thonë diçka për jenën e parë me zbulu, për shkak që kur njët nuk e kom përmendë, dhe kur s'ka dash, ndoshta edhe me përmend, por në atë kohë që nana ka këndu. Wow. Dhe me thonë fillimet Asun e s'po e di. Dhe në fillimet e para, dhe me thonë vetat krejt, për të shumë asë ndej babi shumë gjeles dhe nuk e ka ndërprejk. Ku brekta pejont. Për që në atë kohë, dhe me thonë po, në atë kohë është diku e kanë, është në Radio Prishtinë, po më do këtë është edhe dikur një kongë që e ka pas për para, po nëjse s'ka vazhdu ma tutje, kështu po këtë pjesën këtona jemi vetmi, që u futa kësaj bote, unë gjithmonë e kom potencu që unë kam qenë pjesë e kena një mikesht për bashkët Brikenën, që ajo ka qenë të danezët në atë kohë,
edhe unë futa në qendërinore si vullnetar, me njëherë pas luftës, edhe prej atyit fillum me Gazin edhe Elmirin, fillum radio të Këforit. Italiane një emision e kishem, edhe unë ndërkohë që gjatë qasaj periudhe mu ndodhi shumë shpesh me shku deri tek Duglagjini, me kërku për ma shembull të holla për grupin e valltarëve qyteti që e formova e kisha, edhe mu duke për kostume për gjithë shka, edhe aty thuja që tërkohës do atë kontakti që i kisha me Kremlukën, i ditë për ditëve të të shonë televizion. Edhe në të mos zotë kur njeta. Dhe në radio po, se e kom një emision me Gazin e me në mirin, po jo, të më thonë, saj për këtë televizionit, jo edhe qajo ke, dhe më thonë, krejt, ajo futja edhe jemja në botën e televizionit. Po, këtë anën tjetër, është shumë interesant për shkak që jem ko njeri prej atyve thmive të familjes apo të retit që kom pas kreativitet. E kom të është botën e modës. Si sot e mbaj mendë më thonë që është dasht pa tjetër fmi më konë. Fmi pa ma shamë në adolescencë, që është dasht pa tjetër me pas satelit, edhe me pas Fashion TV-në dhe me këqyr gjatë gjithë kohës. Po konë gjithë, e mbaj mendë më thonë, e mbaj vend që i kena pas një Për ndryshe të komplimentoj që je vesh shumë bukur. Faleminderit. Shumë bukur. Këto janë? Të brendit. Atë brendit tënë, bravo. Shumë komplet i bukur. Faleminderit. E kështu që jo më konë gjithmonë e kom dash modën. Mastaj dhe më thonë që sa i përket shkollës, vizatimin me vizatu, më thonë pikturën së të mësë, vizatimin atë kodë, më thonë, krejt më alla, dhe më thonë, që vishin edhe sjellshin ato bloqet, po që i keme pas, dhe më thonë, Ja bo për me marrë peshe. Me marrë peshe në shkollë, dhe më thonë, krejt shumicës, dhe më thonë, ju vizata isha. Për ndryshe miq të nderuar, ta them edhe një gjë, kur është punësuar Labi, po lidhem me këtë punën e fashion, kur është punësuar Labi në Radio Televizionin 21, unë u bëjsha gati për emisioni, kisha një 5-6 gjëra që duhej në zyrë, që thoja ti vishja, veç ma bëjke, ku je nis kështu? I thosha që bre Lab, po du në emision, qështu, si ingje, s'ka, shko ndrohu, shko veshu, veshe qëta. Edhe unë mund të them që në emisionet e para të diçka pëzijet, më ka ndajt Labi afer, të mos them që edhe shumë këngëtareve treja të cilat janë paraqit në Radio Televizionin 21 dhe që i merrin këmbët për herë të parë në skenë, Labi u ka ndihmu shumë. Qysh kur ka ardhur bre hapat e parë në 21, ne e kemi ditë që ti ki sy për të bukurën. Edhe gjithmonë studiot e tuja kanë qenë ma të bukurat, gjithmonë ke ditë çka shkon me çka. Se ke ditë qashtu? Ndoshta për fillimin, më thash, jam rritë ndoshta me qatë frymë, jam rritë me qatë, më ka interesu gjithmonë. E bukura më ka interesu gjithmonë kombinimi i sendeve, dhe më thonë që edhe për veti për shamo dhe në atë kohë, jam konë pak ma ndryshë ndoshta se thmi tjerë. Si sot e mbaj mend, dhe më thonë, kur e mersha varakinin, e mersha tinzash, edhe e mersha pantollat e reja, dhe më thonë, viqësht isha në kofë. Ato kur në zëshën këtë lorë, qashtu edhe ma bëjshim të ashpish ku je njësë, po dalë që më po delë me to, po dalë që qashtu dojsha, dhe më thonë, dojsha e kisha dertin për më duk ndërshta ma ndryshe. E kom dasht gjithmonë, e kom e the edhe vetë që jo mundu, dhe më thonë, me punu me shumë edhe në atë kohë, dhe më thonë, me dizajner të ndryshëm, për shkak më ka lidh puna edhe puna e emisioneve, edhe aq ma tepër unë jam top modelit ku, në fakt, dizajner 3, veç kanë dalë, sot jam pa janë me emën, jam me fat, për shkak se kanë qenë pjesë Akademisë Evolution të Nkileda Shatrit, prej aty ti kanë marrë hapat e parë, prej emisionit, unë e di se, në fakt, mrenda për mrenda, ati koncepti, unë sot unë kësoj faktin mi përmend, ndoshta edhe disa për i tëre indjeri Festimi Sufi që veç ka qenë pjesë, unë jam top modelit, Drenusha Gjara që ka qenë një asistente shumë mrekullueshme e jemja, Kaona, pastaj ka shumë tjerë që ndoshta
sot janë në këtë vend që këgja janë dizajnerës të njofshëm. Bile në Juri i ke pas edhe Valdrinin, Enkelidën. Enkelida, Valdrini. Ata veç kanë qenë të formum, dizajner të formum. Valdrini ka qenë natë kodë, më të natë periull, ka qenë si profesor Vestjoli, profesori i Akademisë Evolution, kështu që për mu ka qenë një api mirë, u ku një bashkëpunim shumë i mirë me Enkelidën, për shkak që jo vetëm dizajnerët, por ka qenë e bukur edhe sot ku i shohim edhe shumë fotografë, të cilët fakt kanë qenë pjesë e emisionit Unë jam top model, që sot vazhdojnë edhe janë me emër, për shkak ka qenë gara jo vetëm... I kanë marrë hapat e partë... Po, me një vit nuk ka qenë vish gara e modelve, një vit të patëm bo edhe gara e dizajnerve edhe gara e fotografëve. Po, absolutisht. Kështu që ajo, dhe më thonë, gjithmonë e kom dashur atyre, unë gëzoj. Sot, si që ti po e tu, ndërshta që unë atë ko po e marrë shambull të kom tonë gjerë kujinis apo shkon të ashtë, unë e para se me hi këtu, ja përqa miliotit me vesh që ta, me vesh që ta, me vesh që ta. Po këthe. Tash po du mu këthy te fminia, jo te fashion, jo te televizioni, jo te radio. Sa shërë ka qenë ljabi? Vesh atë këthej, vesh të këthej, se ti këtu e përmend krejt që ta mu më këtheve diko. Mu më këtheve në orët e vonat natës ku e bëshim emisionin për Amerikën. A din të shush më këtheve krejt komentarëtit të tonë, e bojmë këto, e kena bo këto, o bo kjo kena qëndru, këta jena konë barë vetit krejt, edhe mu më këtheve dhe me thonë që me shku me hinë studio në 2-3 natës dhe me ndaj digë më fest, më në qesit, ajo konë një përjetim. Jo vetëm për Amerikë, po edhe për Australi? Po, visha, ma kryesisht dhe me thonë ishtë sinjali, filloj dhe me thonë me Amerikën u bo e madhe, pastaj filloj Australia, po me Amerikën dhe qush ishtë një motiv, një ndjenë dhe me thonë e jashtë zakonshme. Edhe më këtheve të ajo që nuk muj pa e përmend, se zakonisht kur shkoj me të madhin Sabri Feyzullahun, është e pamundshme në çdo prezentim tina që ka me përmend dhe me thonë storjen e parë që unë jam me ta. Storja jam e parë që unë kom dalë në teren para emisionit edhe unë jam Kosovë që e kom marrë si cikël të emisioneve, është storja që faktikisht shikus kanë thirë prej Amerikës, prej diasporës, kanë thirë në telefon, kanë kërku me pa familjen e tëne, edhe na shkojshim me këngëtar, shkojshim në përfshatrat e tëre, e takojshim familjen e tëre, vish e mershim njërin prej këngëtarve, edhe jepke albumin e ti në shkrujke. Kështu që unë kam pas fatin me qenë emisionin e parë me Eminën, me Sabri Feyzullahun, edhe për aty, dhe më thënë, vëqja kom njësë storja e parë, pastaj në vazhdimësit kësana ka qenë storja e parë që unë gjerim qëten me dalim treg me përvu limonin, se unë se dëjsh. Kështu që jo në kondë sfida, që asaj ko që unë sëtë... A emision ka qenë të djelen me... Të djelen me ju. Po, të djelen me ju. Unë po e thëmë pastaj limoni edhe kjo. Po ama edhe të Amerika ka qenë kjo që edhe në faktikisht u transmitoj edhe storja me këngëtar. Po ama o ko një ngjarje e pa përshkrume e atësaj kohë se sot po arrije gjithë shka në përmjet telefonave. Por atëherë ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë... Mu më kujtohet familja prej Zvicrës, vllau që s'ka ardhë 26 vjetë. 26 vjetë edhe kur u pat lajmëru në emision, edhe pat thonë që e kam vetëm një motër edhe nuk e di ampret asë mpret. Ajo ka qenë diçka e hatashme me marrate, me kontaktu motrën, ate me sjell për herë të parë në Kosovë, për mu ajo e shenon tamam atë fuqin që e ka pas televizioni pa ekzistu rrjetet sociale. Se tash me rrjetet sociale veç që s'janë nin erën edhe që s'mundesh me e përqafë, se për ndryshe të gjitha i kuptan. Por... Tash këtu po du më lidhë, e përmende këto edhe përmende e folëm teknologjinë. Si sot më kujtohet, dhe më thonë, në shpe, kur nuk folshim diqka, edhe ishim të shukatun krejt komplet, edhe këthej ke gjyshe të ke folshit me gishta. Edhe sot ka ardhë koha me fol me gishta. Ka ardhë koha me fol dhe me fol me gishta, se që jemi në telefon.
Nuk kam qenë fëmi i shtirë, kam qenë shumë i urtë, kam qenë, po nuk kam Tash qenë... u kthim te fëmijëria. Nuk kam qenë fëmi as i lazdrum, për kundër, që ndështë është dash me qenë shumë i lazdrum. Po se ke pas kujdesin e nanës të hallave, po, për shkak plus që fëmija i parë. fëmija i parë, babi dhe më thonë ka qenë i asretit, 6 motra i ka pas, kështu që mu nuk më kanë lënë as tuja me shkel në tokë mirë. Kom qenë shumë i përkdhelun, kom qenë shumë i dashtun, po ama kur nuk kom qenë i lazdrum. Kom qenë shumë i dashtun, shumë i afrum, ndështa një keqe ka qenë për shembull në atë kohë për shkak se një farë mënyre mu mi mbledhshin krejt komplet qikat e mahallës edhe mi futshin mrenda shtëpisë për me lujt, për shkak që nuk bleshin me dalë për jashta, se me bu me dalë për jashta djemë me reshin, edhe mas andej dhe me thonë këta s'mleshin për shkak që një isha veç, pastaj kur u bon edhe vllaznit e motra e tjertë, aty kanë ndryshoj gjithçka si sistemi, po kryesisht dhe me thonë kam qenë... Kur ke qenë i vogël... Po, nuk më kanë lënë me dalë, jo se më kanë rej. Kanë rej, po se më konë shumë i urtë, shumë i urtë, dhe me thonë edhe si sot e mbaj mend, dhe me thonë që unë në shkollë nuk kam ditë me thonë jo kur. Unë s'kam ditë me këthy ndo një fjallë, me thonë gjithmonë kam qenë i njej, kështu, i urtë. Që këtë që je. Që këtë që je, kam do këtë. Adin se thonë zakonisht ndryshon njeri, po jo, që unë e mbaj mend vetën që nuk ndryshaj. Mas andej, dhe me thonë, që kam mbaj mend, dhe me thonë, prej fëminis, mbaj mend, dhe me thonë, e kom të regu ndështë kështu me rreth, po se kom të regu kur, e mbaj mend që unë kam qenë shkollën e artit, i regjistruar. Dikush o t'y arë? Po, dikush po na vjen, mësafir ka. Edhe unë kam qenë shkollën e artit, edhe pas taj dhe me thonë, menjere pas, kësa, kam qenë shkollë të artit, unë kam qenë vetë. Edhe një kësisht dhe me thonë, sot i ndjerë agroni, edhe më teket të hajde me neve shkollë ekonomike. Edhe shkojmë bashkë për shkak se jemi krejt komplet, disa veta të lagjes kështu, edhe patëm bo një shoqni shumë e mirë. Mbajmë mend me thonë atë kohë që nuk ka pas ditë që na në përshpia jemi konë, me thonë në shpi kemi qenë na i thojmë zatra tek ne mpej, edhe në zatra kemi qenë me një shpi, sa e dhimshme ka qenë me thonë përfundimi krejt gjithë shkapit i shkollës, ku në fakt unë vi mas luftës dhe shkoj dhe me thonë për herën e parë, mas i filloj punën e krejt komplet, shkoj shoh për herën e parë edhe hymë mrenda, thëmë, a muj me pa shkollën një herë, qysh do këtë mrenda, se unë kam kry 4 vite dhe nuk kam pa kur mrenda shkollën. Se na jena kona jo kohë gjenerata që kemi mësune për shpia, kështu që ka qenë shumë e dhimshme. Ta është ndoshta edhe në atë kohë, dhe më thonë, me njëre pas luftës, unë fillova dhe televizioni, ishin para gjykimet, ishin njerës që dhe pak unë, ishin po e përdor gjuhën e rrugës, po fol pejonqe, po fol, dhe më thonë, jo gjuhën letrare, ndoshta ishte dhe mungesa... Pitu mollës moda. Molla, krejt lampa. Qysa peje si thonë qështu. Pastaj, dhe më thonë, edhe ish kjo që, në fakt, mu nuk më ka ra, dhe më thonë, të shkolla me mësua dhe aqë, se e dim, dhe më thonë, kushtet se si kanë qenë. U fuqim në klasë, mrenda orës, dhe më thonë, se ishin o x e ardhen, edhe na u detyrojshim, dhe më thonë, me i krejt klasa. A i mbajshim 2 orë të mësimit plot, apo jo. E kështu që duhet me kuptu pak as shumë, dhe më thonë, edhe atë kohët periudës, dhe më thonë, sa të vështire kemi pas të... Mirë, kalzëm veç një sen. Po. Ti edhe për garderob, por edhe për sjellje je dalu prej moshës tënde. Atë këqyrshin seri kështu? Kanë këqyr, kanë bëllizu, kanë ofendu, ka pas fjallë prej të ndryshmeve. Dhe më thonë, shpesh herë, për shkak që unë thash, që prej fillimit, dhe më thonë, unë kjo jam. Unë edhe në televizion që më kam pa me ato flok të ngjyrasta, unë edhe në peji kom po për para. Kom ditë, dhe më thonë, që mi rritë flok njën e në mi ru krejt komplet, dhe më thonë, kom bo diqka që nuk e ka bo dikush, nuk e ka pas gudzimin në atë vakt për me bo, kështu që unë e kom bo. Pse e kom dasht, dhe më thonë, me qenë pak ma i veçanë. Po kur si a ki këthy? Jo, kur njet nuk e kom këthy, dhe më thonë, edhe sot, po e manë shembull, e din krejt komplet me
me të halës, dhe me thonë, pse për thonë me të halës, për shkak se sidomos, dhe me thonë, unë me thmit e halës, dhe me thonë, jo mend, shumë në atë vakt, jo mend edhe me qikën e tezës, me mozën, këtu që e kam, po edhe sot e gëzoj një respekt shumë të madhë, për krejt, komplet familjes, komplet prej halave për krejt, për shkak që babi shkoj shumë herët, edhe pasaj mbeta unë prapa i madhe, mora përgjithsinë edhe gjithë shkafin, po është e pamundshme që unë me shku në pej edhe mos më mbledh hallat, mos më ardh hallat. Është e pamundshme mos me cilë Cila prej hallave e këqyr Olën? E këqyr hallalem, dhe me thonë ajo që është në shpe, ajo e këqyr tonë konë, se ajo gatesat e këto i ka dash gjithmonë edhe ty të përcil gjithmonë edhe i dik grejt sa në mund. E tash, para se me vazhdu, Labi, për hallën lem, dhe për të gjitha hallat ku janë, që i dojnë nipat e vetë, edhe që gatujnë për nipat e vetë, receta e radhës nga Ola. Përshëndetje shikues të nderuar. Për ju sot kam përgatit një recetë e cila është shumë e lehtë dhe shumë praktike. Prandaj, për to ju nevojiten domatina, spanak, pak ajk, kosi, bujon, të cilën mundeni nëse jeni vegetarian, nuk adhuroni mishin, atëherë merrni ujin e thjeshtë. Pra, nëse keni dëshirë me ja pak shihet mishit, atëherë ose bëni me kos supës ose supë mishit nëse ju të pron ndonjëherë. Dhe patjetër, do me thonë, grasano, makaronat, pastat të cilat janë jashtëzakonisht të shishme dhe të mira. Prandaj, sot unë do t'ju gatuj një recetë shumë të mirë me grasano makarona. Atëherë shkojmë kështu. Edhe i veni makaronat, sipas dëshirës sa keni nevojë, i veni në tigan. Pastaj i veni domatinat, spanakun, qepën, i kuqe, 2 thelbi hudhër. Tani e veni ujin derisa jo krejt mi mbulu. Ton derisa e vreni që ka den gjysmë. Pastaj ja veni pak ajk kosit, pak qumsht. Qumshti zakonisht përdoret këtë rast për arsye sepse jep shije më të mirë spanakut. Atëherë vem krep, erza thata, oregon dhe barzilok, shumë pak piper të djegës, dhe ja shtoni pak sal domates, green garden food. Kjo zakonisht është për pasta, por unë ju kisha preferu që lirish mundeni me qitë edhe me gjema tjera, kur nuk keni pasta, i jep një shije jashtëzakonisht mirë. Prandaj, i shtoni vetëm 2 lugë, pasi nuk janë mbulu të gjitha këto me ujë, atëherë i shtojmë edhe pak ujë, dhe ja shikues të nderuar, tash ti mundeni me vrejt se kjo veç ujë është deri pothuajse jo krejt mi mbulu përbërësit në tigan. Dhe këto tash, e kemi mbaru krejt, e mbuloj me kapak, prandaj e zini 15 minuta mjafton. Dhe tani po e lojmë kështu, në temperaturë maksimale dhe po e presim derisa të merr val. Dhe tash kjo ka marrë val, nuk e përzim, vetëm kështu pak me lugë, e shtyni sa mos mund gjitë gjana to përbërësit. Dhe tash pasi ka marrë valen, e leni për 15 minuta me vlu në temperaturë të ulët. Shikues të nderuar, kemi një produkt i cili slapi, i cili është jashtëzakonisht i mirë, sidomos ky është vetëm për kuzhinë dhe përmban një përmbajtje dezinfektuese që është liçi pastron mirë, por edhe mbrapa dezinfekton. Prandaj është mirë ta keni në shtëpinë tuaj. Po ashtu e kemi edhe produktin tjetër, stati, i cili mund të pastroni me ta nga kuzhina deri në tapeta. Do me thonë me dritare, me banjo, me koridora, me çka do që të keni nevojë, mos mbulloh dhe njëherë për me pushu, me ju zaventu dikush në shtëpinë tuaj gjatë pastrimit, atëherë janë këto 2 fasuleta të lashme që janë shumë të mira. Prandaj, ju preferoj të bleni dhe t'i keni në shtëpinë tuaj. Këto na u bon makaronat, junë kry, po e shihni shikues të nderuar. Tash qysh kjo vetëm o shter ujë, do me thonë ka qenë mjaft ujë. Nuk keni nevojë mu lodh njëherë me zi makaronat, njëherë qipe, njëherë ato, kështu i qitni çka do që t'keni, që di që t'hahat, unë i bona me qipe dhe me
me spanak edhe me domatina, po ju muneni me kongulleshka, muneni me patigjona, muneni me qka do që keni dëshirë. Edhe kjo është e gatshme, na munemi tani me serviru, dhe që është e shishme, por edhe po duket bukur. Qikus të nderuar me këtë pjatë të bukur, e cila ka edhe shijet po ashtu të mirë. Deri në emisionin e radhës, unë ju përshëndes, duke ju uruar gjithë të mirë. Cili vit ka qenë kur erdhe ti tena? 2001-ën, dhe me thonë, nëse s'gaboj, në shtator ka qenë 2001-ës dhe pas taj pishte. Edhe kjarë se të solli Eugeni, Po, edhe të lëshoj në dorë të Esatit. po. Bacës Esat. E sa dy jakën e kom pas Po, krajt një jashtë. puq për bacën Esat. Edhe baca Esat nuk ta kemi thonë kur, po sa arë ka ardhë të qa lobi prej teje. Po, ama shumë interesant. Jo me qa bukvalisht, po thoi Po, o nanush, qyre bre? Jo, nuk e kuptoj sa në atë vakë, po sot do një thonë falemderit. Shumë falemderit, Atim se i thonë falemderit, se unë qojsh amo pizza valit, se ma bëj ke shkon altë. Unë hip shanalde, më thonë edhe kogja, hip në altë, zbrit poshtë, zbrit tash poshtë. Edhe se në tamë më shkoj shanalde, i ke qëtë një poshtë, visha poshtë. Qka bo, a është në regull që qka, po, e pse po më tu shkon altë, hajde në altë, pse bo biskat, edhe përfundim krej gjithë shkafit, Ta ka përfundim punën e organizatorit. Kjo është ajo punë që duhet me vrapu jo me ndajt veç një vend. Nuk ta kom bo pa dashtje, po ta kom bo me dashtje që ti duhesh me kuptu që nëse je pjesë e organizimit, me thonë duhesh me vrapu, jo me shku slow motion. Kërë që unë jam falemderues. Shumë, Baca Esat, falemderit shumë për krejt punën që e ke dhënë në radio televizionin 21. Gjeneratat e reja të gazetarëve kanë qenë në mbikëqyrjen tonë dhe gjithmonë, si të gazetarëve ashtu dhe të organizatorëve, se atëherë Labi ka qenë si organizatore, pastaj doli komplet në Departamentin e Kulturës në direkcionin e Florin Kelmendit. Aty, masaj ke dalë edhe ke fillu me... Sa e bukur është kur, në fakt, ke qenë atë kohë edhe je, edhe sot pa ma në atë kohë, dhe me thonë ke qenë pjesë radio televizionin një stëni, nuk i ke pas veç një përgjithsi, po i ke pas gjitha përgjithsit, i ke mësu gjitha. Tash ku po e thom i ke mësu gjitha, për shkak që jo vetëm në organizim, po e ke mësu edhe anën teknike, e ke mësu anën e montazhës, e ke mësu anën e prezentimit, anën e kamerës, edhe anën e gazetarisë. Tash ti po flas, unë ndoshta 90% që e gazetarëve që janë sot, dhe më thonë, ose që më shohin, që nuk ka qenë gazetar, po unë e kom praktiku dhe kom ushtru mranda për mranda radio televizionin distëne. Si sot e maj mend që kur njetën teme nuk e haroj atë ftoft në ngjarjen e vdekjen e presidentit Rugova, ku në fakt kemi qenë bashkë me ekipin e kameramanëve, i madhe i vogël kemi qenë teren. Edhe unë kom qenë njërën prej pikave të terenit, dhe më thonë ku kom raportu, drejt për drejt. Ke raportu edhe për zgjedhje. Për zgjedhje pastaj kom qenë. Kom punu kronik për ditar. Se sa interesant ka qenë, dhe më thonë, e përgadit me kronika për ditar, ku në fakt nuk më isha as vetën me ndëgju. Zonin tem e lemo kretë të tash më tërsin këta shpise kretë, të pom në lojme. Si unë mësume të po lojme. Si mësume të po lojme. Kështu që është shumë interesant se neve nga ka forcu dhe nga ka pjek dhe më thonë që kjo. Pse jemi... Unë e di sot vështirësit e Okit, e Sadikit që i kanë këto momente. E di vështirësit që i ka piloti. E di vështirësit cilat i ka agroni. E di ballafaqime vështirësit cilat i kemi nata në këto momente dytë për shkak se na i kemi prek të shkapin. Që ajo e bukur që të fundështë atë forcon, po të kompleton. Disa, ta plotësoj këte se disa të rinj me të cilë unë po ballafaqohem këto 4-5 vitet e fundit, po habiten që unë e di me montu, edhe po habiten që unë e di me xhiru. Unë po thëmë veç nuk du me xhiru, se unë e di me xhiru, për shkak se e kom pas ofër që qitu, e kom pas një person i cili i ka ushtru të gjithë si duhet të xhirojnë, e lemo mu.
Pastaj montazhin, po, montazhin nuk e kom mësu prej këtij personit që po na xhiron sot, Po. se ky s'ka pas durim me mu, ma bëj këtë, çka po përzihesh? Astriti u Astriti, unë e kom mësu prej Astritit, Astriti ka pas nerva me mu edhe, ne kemi montu emisionet, bile dhe emisionet e tua të para, i kemi montu me Astritin. Kemi ndaj deri në 5 të mëngjesit, kemi montu, edhe ja bojsha Astritit, zbutja qatë dhë, kur të i ke moda. Si sot e maj mend emisionin e parë, dhe më thonë, kur as ti nuk e ke ditë o popnjerin që i ko marrë, dhe më thonë, ju pa ta thirë krejt komplet, dhe thash hajde nëse kom bo një emision. Qysh? E kom bo një emision. Po a ishtë veç i bom për të gjelbërtën që ishtë emisioni Genta me Ilirin. Po ama unë e bona emisionin e trive o popnjerin, edhe për ju thiri juve montaż. Si sot më kujtohet, që ka pasek me mu Isaki Shimoda o konë, që atë ko konë montazher, dhe më tonë, edhe pa tek, dhe më tonë, si në bëqa, mos natën këna me nejtë, këna me punu më stashe kërkosh. I që më vike, edhe me ty ti e din, dhe më tonë, më vike tërshme, dhe më tonë, me mani dikush zanin, në montazh, ose me ma pa një gabim. Me ma pa një gabim, nuk shkojshat nesërmit, ti e din, nuk dë shampun nesërmit. E u dësha pa gabime, pa sendet, se normal që fillimi. Ka qenë standardet shumë të nalta dhe vazhdojnë të jenë në radio televizionin 21, por... Po shojmë pe ka jene. Po ka njëherë, po lëshojmë pe, se unë e di, në mbledhje një orë o folë për një gazetare që i ka thënë institucionit institucion. Po. Do të thot ka qenë e të mershme, nuk e pa lejushme. Po. E sot ka ndryshu. Sot ka ndryshu për shkak të rrethanave të shumta, pastaj janë edhe rrjetet sociale të cilat... Sot minëzis për presin me thonë, me dalashit fjallë që më bu meme. Që me Më bu meme në për rrjetet sociale. Edhe me të shku virale. Po. Ani kur po më pëthojnë mu, e pse s'po e bon qështu që me u bo virale? E kush po ju thot që po kom qef mu bo virale? Unë e du që emisionin tim me shiku ata që e kanë shiku gjithmonë dhe jo ata që dëshirojnë të qeshin me te. Po. Kështu që në regull jemi. Mirë, erdhe ti në 21, fminia në pej, bistricën nuk e ki pa mo qatë shpesh, ke shku njëherë njavë pa tjetër, mi pa nanën, vlezrit, motrën edhe hallat. O shumë interesant që këta që po du me thonë, po e thonë për herën e partë e këti. Unë jam me fatë edhe jam shumë krenar për shkak që prej ati vendi që kam dalë, kanë dalë shumë. Që sot, në fakt, janë në për pozita edhe janë ndryshme, po edhe janë shumë të janë që në fakt nuk jetojnë mu. Pastaj shumë gjeneratat ndryshme cilë fakt vinë edhe janë sot ku janë. Me plot kënanari e thëmë duhen, me plot kënanari e thëmë ndoshta Majlinda Kelmendin, e përgjësi këto distrinë, njerës Akilin, e cilë fakt kanë qenë dhe janë pjesë ati vendi, po duke më se arruar edhe këngëtarë si tjerë që është Ramadan Krasniqi, apo Albina Kelmendi, shumë tjerë. A mund pajtohemi që Peja dhe Mitrovica kanë dhanë ftyra në botën e muzikës. E kanë pas, diqysh, o konë normale pejoni me kënu bukur. Zani i Danit është unik të themi kështu. është shumë interesant dhe me thonë, Mitrovica, Peja dhe Gjakova. Jonë trija dhe me thonë që vinë njëna me tjetërën që në faktikisht nuk e di, e kam pas me t'lind me po mdoket, po një farë mënyre unë thëmë edhe të qyteti i Pejes është me fatë se ka pas shkollën e artit, ka qenë e vetëmja dhe me thonë, që ka qenë shkolla e artit dhe shkolla e artit e ka mësu dhe me thonë edhe shkollën e muzikës, kështu që e bukur ka qenë gjithë shka. Edhe unë e tash më duhet një SMS pazarar me ta Qulab. Sa vetave kom ju që? 5 vetave duhesh me ua dërgu, edhe praktikisht nuk u zonë me ja dërgu njerëzve që janë këtu të pranishëm. 5 vetave duhesh me ja dërgu, dhe ndërkohë. A mu i kështu? A mu i mi aqu agronit se nuk mundet me lezu se në është në realistim. Shumë bukur. është në realistim 5 vetave. E ja pja që ja una sopit.
Qoja Jehona Sopit? Jehona Sopit, Lirit ja qova, Leonora Jakupit, Gentit, edhe atë dhe ispesu një kom qupë. Ja, pa ja që edhe Avnis nuk të luhtit. Në të gjam Avnis ma mirë pja që Adnanit se sa Avnis. Ani që e Adnanit? Adnanit se... Adnan Bloku. Adnanit pja që se Adnanit dhe i zët në qaj. Edhe pse s'pedi që ka është. A mu imi lezu qëtash masi që qova. Masi që qova. Mirë, po të ndjekim një herë recetën e Rudit dhe pastaj lexojmë SMS-in që Labi ua ka dërgu miqve të vetë. Përshëndetje miq të dashur, kem të bisedu me Milotin që ishtë dalë diellën me shetit, edhe unë i thash që ishte diellën me shetit, kur është dasht me këqyr, moj gjus me gjerin, receta që ka po bojmë sot. Edhe ma ndena mu që me maruna e ëmbëlsin të shpia. Sot kemi me përgadit një ëmbëlsin me Oreo, që është e preferuara e fëmijëve. Biskotat Oreo edhe na tritun e që bisa shumë i pëlqejmë. Qka kemi me përdor për pos biskotave Oreo që i kemi këtu? Kemi krem djath, panasi dhe kremën e Oreos, të cilën do t'i bashkojmë të trijat bashk, biskotat, dhe do t'i vendosim në këtë enën simpatike këtu, për të konsumuar. Do shta her pas heri ndërgjoni disa zhurma që është shumë të mira këto në pasticqerin Rudis Cake, për mos u friksoni se në zhurmat e frizave dhe frigoriferave. Për pos mikserit këtu kemi edhe friza, edhe frigorifera, e kemi edhe këtë maqinën e qokoladës, që në njërën prej emisioneve kemi për pregadit edhe praline të vogla. E kështu me radhë, fillojmë, e marim mascarponën, e shtojmë panën, dhe shtojmë kremën e Oreos. Vetëm një lukë, pasi që është shia shumë e fort, dhe i përzim me mikser. Krema është e gatshme, pasi që kemi me vendos në këtë enën e thellë, na duhet që t'jetë më e hollë, mos me utroa shumë, dhe fillojmë përgatitjen. Biskotat, unë do i thekë shumë e dorë, nuk do i bluaj. Keni edhe biskotat të bluara të Oreos që mundeni me i siguru në për markete mirë, po mund pëlqen gjithmonë që të jenë copsat më të mdoja. Dhe fillojmë mbushjen. Qesim një sasi të kremas. Zakonisht ëmbëlsirën me Oreo, tiramisut e preferoj me i bo në qëto enë për arsye se kur qëndrojnë frigorifer e ka një shije fantastike. Nuk e di a ruhet ftohtësia, ruhet konsistenca e ëmbëlsirës, krema është fantastike në këto jenë kur qëndran. Kështu që nëse keni në shtëpi, po besoj, keni edhe jenë matë ndoja të supës, kështu që mundën edhe aty me provu. Ja bojmë kështu me lukë në mënyrë që të depërtoj krema në krejt hapësirën e jenës edhe të mbuluan të gjitha pjesët. Edhe një biskot që shtë po e vendosi si për që mu di që është e Oreos. Ku e lam kapakon, po e mbyllim, e vendosim frigorifer. Edhe pasi që të ftohet, mujmë me servu. Mos harroni shtojnë një tepër të mira, sidomos për ëmbëlsirën tiramisu dhe Oreo. Klang! Dhe jam ishte dashur, një ëmbëlsirë shumë e mirë, për pas që neve trituve në pëlqen, ju pëlqen edhe fëmijëve. Provojeni, gramazhat e sakta i keni në kanalin tonë të YouTube-it në Maj Gjus me Gjerin. Deri të tjetën tjetër, ditë të mbarë. Ndërpafshim. Veç pak ti qes këto syzat e bukra të optikës Simoni. A bën tash në mi që 3 zamra i Leonora e kupit e para reagoj? Jo, një minutë. Jom t'y mendu me bo prap 26 vjetorin e karierës teme, basi 25 vjetori ke i sukseshëm e i mirë qka po thua ta bëj. Por më duhet ndihma jote edhe morale dhe financiare, a munde mu bazu në ty. Edhe? Leonora e kupit e para. Po, qa po thot? Po qysh mos me bo ti duesh gjithmonë me bo. Qaj, mesajit e tash mundesh me e bo një selfie bashk, edhe mi aqu Leonorës kjo thuj ke thuj prank mesazh i shkrum prej Xherit për ndryshe se kom nërmend me i bo 26 vjetorin. Edhe Genti ma ka thuj. E tash e shofim edhe Gentit, ja qojmë
Të njëjtën. Njëjtën foto, po. Njëjtën foto. Qa po thot Genti? Jora, a prapja kinis me përdor ChatGPT-na, fshije. Edhe ty e ti që, jo, unë nuk kam lidhën e ChatGPT-n, heq, shpeshherë kom të që ndrejsh ta diçka e bëj, vetëm mu që ChatGPT-a jo më t'i kalzojnë krejt tonë. Okej, edhe kjenë ti t'pjaqa, i të më tonë fatën, prank. Prank thu i Gjerit. Okej, edhe ha, zemra jeme, Leonora Jakupi e ka këthy. Të duam. Të duam, thuj. Të duam, për shkak se ju përqafi shumë, për thot. Adnani ju, Jehona Alo, Liri ju kam shkruan, që është të shkruat dhe Alo, kështu që ndërkohë i të regaj, mësu me na 2 herë, bilem tash kismet deri në 50 ditori ki mu bo rutin, se ja vlen ama, po të pyti seriozisht, a mundesh me u bazu në mu, për çka janë shokët e shpirtit, natyrisht që po. Aty ku duhet, më ke gjithmonë. Zoti më ka bo... Liri. Zoti më ka bo me shëndet edhe me gjithat mira pëse të kam ty ofër. Mizi po pres. Qoja Lirit. Prank, thuj, prank, Liri, prank. Ta shti, këta se cili më ndojnë. Okej. Për punën e labit në televizion kryesisht e dini me që të nderuar edhe ju. Ta përmendim për shembull edhe një kafe me labin, se o pop njerin, unë e di Labinot Tahiri e ka përmend në emision timin, që i falenderohet Radio Televizionit 21, Labinot Gashit, emisionit o pop njeri, për daljen e ti në skenë të gjërë, të themi kështu. Mirë po ti në o pop njeri ke pas aq shumë artista. Ka qenë e pa mundun me i përtheku në gjysmë ore, edhe të dukte shumë i vogël. E ke pas pregadit skenografin vet, e ke pas pregadit komplet me mysafir vet i kithir, nuk e ki pas milotin atë. S'ke pas organizator, s'ke pas as kend. Ke pas mu, ke pas ditën, na ki pas ne si me të mbështet, por me gjitha atë, e ke pas një vizion shumë të qartë që ka po donë. Unë më përtam që unë jam konë shumë e fatë pëse ju kom pas juve. Ju kom pas juve, unë prapë për thamë, ju kom pas juve që ju një konë shtylla kryesore e televizionit. Qka duhet dikush tjetër kur e kiti shtyllën? Unë ju kom pas juve, edhe pse ti e dim fort mirë, dhe më tonë shpesh herë, ndështa, kur jam dalë jashtë azyrës, më kanë këqyrë me një sy tjetër, kolegë tjerë, dhe më tonë, ma kanë thonë, ndështa edhe një fjallë që nuk është dashtë për më thonë, po në faktikisht ti e dim fort mirë, e ka ditë edhe Dita, edhe Florini, edhe Geni, që unë kur kom hy të kjo në zyrë, unë nuk kom hy me pi thjesht një kafe dhe me thonë e pava Okin, nuk e kish marrë kamerën dore, e pava Sadikun apo Milotin. Unë kom hy, edhe kur kemi hy mranda, o kon gjithmonë, gjithë ditë unë ka qenë fjalla e parë, duhet me ndryshu qëta, duhet me bo qëta, mirë shkon me bo këta, mirë shkon me bo këta, mirë shkon me bo ata, kështu që jam kom për ato njerëzve që e kom dasht punën dhe kom pas qef si cërim për me të regu dhe me thonë atë mënyrën e vetë dhe qasin e vetë edhe mundësin e vetë. Ti edhim fort mirë dhe me thonë që unë ndërshta nëse është marrë më punu skenografia emisionit një kafe me labën edhe kom thonë pritvish pak duhet edhe skenografia programit mëngjezit, duhet edhe skenografia bombonit, duhet mi bu krejt bashkë. E mas e dita qysh është e trend, dhe ke a pindrojmë këto, a pindrojmë edhe shpicat. Po, edhe shpicat krejt komplet. Mendojmë edhe për moderator të ri. Po, krejt komplet dhe më thonë gjithë shkapin, kështu që kjo, për qaj o konë e bukura për shkak që ti ki pas krert, ati televizioni ofër vetës, të kanë motivu, të kanë jep vullnet, të kanë jep energji, për ti me vazhdu, dhe më thonë edhe ti nuk të vyke dikush tjetër. Kështu që unë si sot, e mbaj mendë me thonë fillimet e mija live, edhe sidomos me njëherë me O Pop Njerin, përshka O Pop Njeri ka fillu dhe me thonë me transmitim live, pastaj dhe me thonë
një ka familjabe. Një ka familjabe në ato nuk di qysh me të fjegu. Sot, kur e mora, kur e më hi në arkive në 25 vjetorit, kur e më hi të ajo, kur i kom pas sendet cilat jam po, sa sendet kanë qenë, dhe më tonë edhe në atë vakt, dhe më tonë, o konë dhe më tonë e të mërshme, unë më që me bijame prej krevetit, prej shtratit. O konë e të mërshme, dhe më tonë, me dalë në televizion edhe me shku me la ftyrën dhe me qitë gjezve në kafës, po flasë para 24 vjetëve, dhe më tonë, edhe me bo në televizion ato, edhe plus me konë me flok shatirat. Me konë këtë tyshë, dhe më tonë, e me thirë të parin e komunës, dhe me të ardhë, dhe më tonë, isme të beqirin atë pak, nuk e di, është një ndjenë se di. Abdin, kur po i shes sot, po tushë, wow, e bukur. E bukur, po një farë mënyre, kur e mendon në kohën kur është bë, e mendon që ka qenë pak si e pamundun. Po e pamundshme më e lehtë, pra po e them më e lehtë se sodit. E pamundshme se na e kena ditë po e marr shembull. Nuk guzoj me thirr Okin në mision, dura me thirr Gjerin në mision. Nuk muj me thirr Fatlumin në mision, dura me thirr Sadikin në mision. Po është ditë kush është i televizionit. Pse duhet me kon çaj në televizion? E sot nuk ka, do të them pse. A është ky, a është ai, s'ka sot do të thonë, sot nuk ka kritere, po e nënën tjetër tash që unë nëse unë e pamundshme, unë po e them që unë jam kon me fat prej aty me njerëzve që unë kam pas në intervista se dikush mundet me thonë që Elabi e ka pas shumë lehtë edhe ka lehtë se i ka gjithmonë këngëtar, po jo, unë kam pas të thaqë në kuadrët e misionit. Unë kom pasë live në studio, unë jam konë për mrenda kabinetit si president, dhe më tonë e kom intervistu atje, unë kom pasë për herën e parë në studio në emisionin një ka familja bin Prince Leka Zogën, ti e din fort, e s'pa flasë, dhe më tonë që unë jam konë shumë me fatë që në arkive në radio televizionit një sene, është ka një emisioni plot bashkë me Nexhmije Pagarushën, me Liliana Çavollin, me Ismet Pejen, me shumë emra sot faktikisht të cilët nuk i kemi edhe nuk janë këtë jetë. Unë jo ma largë, dhe më tonë se neve na ka lidhë shoshnia, na ka lidhë miqësia, na ka lidhë dashnia që kemi pas bashkë me Buqen. Agroni tash edhe ti e kemi pas mikesh kësaj shtëpie. Po në fakt, kur hyna që tash të 25 vjetori, sa intervistat unë i kisha me Buqen, sa storjet ishin me Buqen, dhe me thonë që kështu që e bukur është që i ki në arkivën të ande, edhe njerëz dhe me thonë që unë nëse hiq, unë kam su diçka prej aty me njerëzve mrenda për emisionit. Para se të shkojnë të 5 pyetjet në kajmak, unë do të doja ta ndjekim recetën e Mamadeus. Po takoheni edhe këtë diell me mua Dejan, edhe sot kemi me përgatit një recet e cila është pikërisht për nënat gjithënse, për nënat e reja. Është një supë të cilën mu ma ka përgatit motra ime kur e kam lind të 2 vajzat, unë ja kam përgatit pastaj vajzës tezës kur e ka lind vajzën e vetë, edhe juve po ju sugjeroj, mos thëm po ju urdhëroj me njëherë me ja përgatit të gjitha nënave gjithënse që i keni në familje apo nënave që sa po kanë lindur, sepse është një supë e cila e shton prodhimin e qumshtit gjirit, është shumë e shëndetshme edhe rekomandohet për konsumim për gjitha nënat e reja. Po filloj me njëherë me përgatit, unë këtu e kam tenxherën gati, vetëm duhet t'ja shtoj vajin e ullirit shkrela, edhe fillimisht do t'ja hedhim qepën, këtu i kam përgatit, i kam prej më herët që me kursy kohë, po du m'ju tregu një detaj që mundeni me i prej perime qysh doni se në fund ka me ublu me blender. Atëherë qepën do t'a fërgojmë bashkë me patate edhe me karot. Do t'i fërgojmë një herë. Mundeni edhe direkt me i zi, mirë po fërgimi i bëm pak më të shishme perimet edhe supën në përgjithësi. Do t'i hedhim krip, sipas dëshirës, piper të zi, dhe spec të koqe. Pasi që janë fërgu mjaftueshëm perimet, do t'ja shtojmë edhe një gotë djerza. Tash është koha t'ja hedhim ujin dhe kockën e pulës. E përzim
presim derisa të merr val. Sa po të merr val, e mbyllim tenxherën me kapak dhe e ndalim temperaturën në temperaturë minimale. Tash e kemi temperaturën maksimale derisa të merr val. Supa u zi, edhe tash veç ka mbet me përzi. Me ka një aromë tepër të mirë. Juve ju mbetet veç ta përgatitni për familjet e juaja, si që thash edhe në fillim, për një nën lehon, e cila sa po ka filluar gjithënjën, për shkak se thjerëzat e shtojnë prodhimin e qumshtit xhirit, edhe mbajnë ngopur nënën, mbajnë me energji nënën e re, kështu që përgatitja një edhe do ta shihni se do t'jenë shumë falenderuese ndaj jush për këtë super recetë. Ne shihemi sërish të dielën tjetër, e deri atëherë ju dëshiroj një javë të mbar përpara jush. Labi, tash po I kthehemi 5 pyetjeve në kajmak të përgatitura nga Ben Apolloni. Ti e din që Beni din me bo ka njerë do pyetje pak si të vështira, nuk e di çka ka bo kësaj radhe për ty. Me të gratë të drejtën, sa herë ke dasht me I thonë ndonjë musafiri hajt mos e te protash, por ke busqes si profesionalist. E kuptu! E kuptove dhe, që po keshim edhe na, ama se këna të pru. Po më doke, pilot që të... Nga njëherë, kur po I përzgjedhin mysafirët, pyetjet, po thom, pse bre Ben, s'po din me më pyet edhe mu qështu. Që ta pata mune, mësë kesh qërë. Kesha. A, mëse kom të pru. Po keshim. Hajde që kjo ka ma e madhja, po më doke, ma e gjona kështë. Okej. A ka ndonjë musafir që të ka lodh më shumë se gjithë sezona bashk, apo I ke menaxhu të gjithë si bës? Nuk është që më ka lodh ndonjëherë dikush, për shkak se t'jedin për të mirë, unë sa I përket menaxhimit, jem shumë I mirë, edhe kështu që nuk është që më ka lodh dikush, abden për ma shamë se I kom menaxhu gjithmonë situatat e ndryshme, kështu që... Shumë mirë, edhe je I ri. Ama shumë interesant, po mbin dhe t'leta. Qysh I ka shkru që ashtu t'i ka... Gjithë këto emisione, një kafe me labën, apo mendon për pension, apo thu, derisa ka kafe, ka edhe emisione. Kafja kur nuk ndalet, kështu që gjithmonë njerëzit kanë me gjenerat pas gjenerate, kanë me konsumu kafen, kur të ndalet kafja, kur hargjitet kafja në Kolumbia atje, edhe nuk na vjen neve këtu ndale edhe unë. Hajde unë. Shumë përgjigje e bukur. Gjenerat pas gjenerate pim kafen, a kafen e kena në shpirë. Që, Tani na mbej. Shkëptë që, pa, ku I qelim sytë pa kafe. Peja Gjakova mo kafe. Hajde. 25 vjet në ekran, a ke më shumë intervista në arkiv apo kafe të papira në studio? Ndoshta kam më shumë intervista në arkiv. Për shkak se kafe të papira në studio ka ndodhur, më thonë që unë kom qitë kafen, edhe mësafirit do nëse kena pikor. Okej, a më imi marrë dy qëto? Ko këna dhes të pyjtjet. Kjo është merit e Benit, bravo. E bukur. Pas kaq vitesh e nje publikun më mirë se veten, apo ende të bëfasojnë komentet në rrjetet sociale? E nje publikun më mirë se vetën, po më doket, se qaq shumë e kom studiu, edhe qaq shumë më kanë studiu, më kanë analizu, edhe I kom analizu, sa që unë frymin e tënve e kom marrë, tash e 25 vjetë, sepse ata energjin që më kanë japë, është publiku. Publiku më ka vlerësu edhe sëtë, kështu që unë edhe sëtë nëse takona shkoj diku, me plot kuptimin e fjallës tëmë, jap dashni, po më japin, shumë ma shumë sa ndoshta që kom jap dashni. Faleminderit për respektin që e gëzojtë çdo
shikues, faleminderit që motivojnë edhe sot e kësaj dite, sa i përket rrjeteve sociale e komenteve, beso që ti e dim fort mirë. Ato fillime i kam vujt shumë, kam hek shumë, se nuk më isha me paramendu ç'është është e mundshme 2 faqet gazetës në asaj kohe me shkru për një djalë që faktikisht bas luftës po del në ekran, por njëkohësisht të punu me ty bashk, ki ditë më ki ullë, qëtësoj e vetën, meru me vetën, gjithmonë mas kalit mirë, qot një plohën, kështë që merë me gjithë shkafin, sot e kësaj dite, unë beso që komentet... Që aty e ke mësu që mos me u i akthy. Po. Se që aty u më kujtohet që u prekshë shumë. Pse? Unë e bona për kështu e pse? Ke qeni ri? Po, edhe sot dhe me tonë, edhe sot ku me ditë që ka me konën nuk reagoj. Unë e deshta me u kthy edhe te një gjë e jotja, që nuk ka të bëj as me televizionin, ka rjedh prej televizionit, po nuk ka të bëj as me televizionin tani, as me fashion, as me asgjë. Është udhëheqja jote live në ahengje të njerëzve. Njihesh si moderatori më i mirë, i cili edhe e udhëheq dasmën bukur, edhe i rrin afër familjarëve që organizojnë dasmën. E di që ti shumë ke ba xhirime jo në Rinora 4, jo në klube në për Gjermani andej, edhe aty e ke fitu një, të themi kështu, një fuqi të brendshme që me u ballafaqu edhe me njerëz në publik, jo vetëm andej ekranit. Edhe kjo të ka ndihmu shumë edhe për ahengje, po du me u kthy te një ndodhi që e ke pas me disa persona, ti i kallzon ty qesh, s'di atë kujtohet kur ke shku, kur ke udhëheq program në, po m'duket në Rinora 4 ka qenë, kur të ka ardhur skena. Po i tregoj disa prej ndodhive, ndërsa që unë i kom tregu edhe i kom tregu ndërsa edhe shpesh herë edhe me meq që më thonë kur kemi qenë. Se jonë është interesante, po e ma shembull ku në fakt bashkë me Leonorën, bashkë me Johonën, bashkë me shumë me Sinane, Sabreje, në krejt këta ishim në aeroportin e Prishtinës edhe një ditë për ditëve dhe më thonë në atë kohë nuk kishim mundësinë për me fluturu për Zvicër, për shkak që në aeroportin e Prishtinës kishë shumë jegull, edhe nuk kishë ardhë, nuk muj ke me atëru aeroplani i Zvicrës, edhe me atëru, edhe për na pasaj dhe me thonë me fluturu, se me qatë aeroplan dhe me thonë që vjen, na fluturojshim. Edhe, okej, porim mrenda aeroportit, edhe vjen buqit të ndëqam. Aeroporti i vjetër që u konë... Një përshëndetje për buqit është njëri prej agjendve, kështu të themi, që është kujdes për shumë artista. Shumë ekstrem. Edhe që është fantastik në punën që e bën. Kushdo që udhton me buqin është prima. Edhe kështu që buqit thëtë, dhe qëmni, pëse s'po delni krejt shtu komplet që jeni, delni në atonën tjetër në restoranin e ri, që është hapë në atonën tjetër, edhe s'keni nevojë me ndajt këtu, shkoni atje edhe pini kafe, kur vjen në aeroplani edhe të regaj. Edhe okej, na shkojmë një tavolinë rumbullake, ka qenë, edhe kemi qenë krejt komplet ullën zdi sa veta. Edhe, në fakt, që vjen një gru në mosh. Në mosh, dhe me thonë të gjardjetat nështë, dhe me thonë që ishë ndalë, edhe fup nalet, edhe këqyrë, edhe po këqyrë, dhe me thonë, ta. Këta të ashtën ishën me të kënë pe këqyrë, dhe me thonë qatë njërë, dhe me thonë, po se të gjithë tyra publike. Edhe ajo fup edhe ndalit të sy drejt i kishë ka une. Ta kretë të më tonë se të më këqyrë. Ajo eske dy hapa këton, edhe u kësa i ke apet, u kësa i ke dy hapa këton e tjetër. Edhe ma qanë në dorë dhe më tonë kështu të tonë kohën që hec, apet u kësa i ke, hec ka apet u kësa i ke. Edhe një moment vish ku për atë karikës, unë si që tu, midis isha. Va, bjenë, pa për plak. Shk, dreqet hongët se kimi qitë në të këtë në gjyqë dhe ja herë një njërë. Edhe shkaj, që këta pikëqyri ku jonë, ta e dha këtë për fundi karika. Interesant, pastaj të me thonë, edhe kjo ka qenë shumë interesant
pjesa e kësajna që te në diskotek. Jo, kjo s'ka ndodhur as me Rinorën, as me Boleron, as me asnjënë pikë të diskoteka. Jo, as në Insomnia nuk ka ndodhur, domethënë. Edhe në Bilbiano në kom qenë në Five, kom qenë me mujnë, kom qëndru domethënë çdo javë. Por po i kthena ka qenë diskoteka e parë që unë kom shkel në Zvicër. Domethënë i ka diku 19 vjet tash, o kon Murten. Kur e kon vetë, s'disa veta e kon vetë, a e dini që ka egzistu dhe më tonë një diskotekë së rapse? Jo, nuk e din kërkush dhe më tonë, nuk pa e majnë mend kush o konë, që ka o konë, ndoshta mundet me pa intervistën dikush për atëmve edhe mi u kujtu. Edhe unë që në fakt shkoj në aeroport Buqi. Edhe thëmë Buq, qështu më kanë thirë Zvicër, hera e parë që po shkojnë diskotekë, edhe po dali sanë, edhe po thëmë, po më lejmërojë të kush e ka bo biletën. Edhe aj, të buqin alë, se pa që ty në Zvicër nuk lojmë, edhe pse s'ki rezervim kërko, pa që në Zvicër se lojmë, edhe e kap telefonin e qelë, aj zotnia telefonin e thotë, më falë se kom haru e sa dhe krejt e kom bo posterin, reklama dollë që misi o sonte, po ama kom haru me ta bo biletën, edhe këta buqin, këta më hypi në aeroplan, edhe unë shkova. Shkoj në aeroport, pret. Vjen kërkush? Jo, vjen mas një 2-3 orëve, vinë me marë. Erdhër morën, mas i nejtë në aeroport, mas për aeroportit më qoj, dhe më tonë në asënën, e hotel asënën për para që u konë, avden që do kukla harar që u konë, që avden e dhe unë gjithë mund kom qyrë film ma harar e krejt, ishën do me drasa, avden hotelit vjetra për para që nuk konë. Edhe, okej, him randa që ato hotel, nejta në hotel, për hotelit, erdhe morën më shkum diskotek, e përmëtoj një ora ati ki me dalë edhe jo në misat. Edhe ku e në misat, 5 qika ishin. 5 qika, dhe më tonë, njëna ishe Ukrajinës, tjetra ishe Moldovës, tjetra ishe, visht njëna ishe Shqipnis. Dhe më tonë që as njëna, dhe më tonë se ishe jana, po 5 ishin, ato të 5-tat, zdi. Misi me thonë zdi, adin misi kuku misi. Edhe ndërko, unë i kalëzë krejt problemet këngëtarëve. Këngëtarët shumë kisha pas shef me ditë kush kanë gjerë, po nuk i mbaj mend, pse hera e parë që po i takoj. Edhe unë i tërgoj krejt problemet. Po për mu, unë isha rritë në pej. Unë isha rritë me frymën e Ramadan Krasniqit, po unë i desha edhe e di fort mirë se tafa kush ka qenë pej. Tafa konë të lava që jam maj malë dhe me thonë që o konë baba i krejt komplet këtëve të lavas. Hija të mrena. Ja da këtë labin shumë e kishin malë të tu në aeroport, biletën si ja kishin rezervu. Ja da këtë labin me zërë e kam pru, misin sonë të ka me prezentu, këtë natën e gata po më knojnë mu, a e të këpëtu dhe me thonë, edhe o bora një më thojnë delte, edhe unë e dalë s'kin. Dy sigurima për para, qëto. Mi mrama mi se erdhe, të është knesi për mu, unë jem labi, o pak njeri, knacirë që jemi bashkë, tash edhe një kafe më labin. O sti qove që shumë konë në skenë qëto, edhe mu ka fru njeri qëto poshtë, edhe aja ka njësë. O zëtë, a disa i vogël, këke sa i ma den televizion, pam, shuplo kaftyrës, edhe në mikrofonin ja që satina, a i këtash kitë sola sigurimi ronë për toke, sa i kitë sola i nikën mikrofon, zët, a disa i vogël, këke sa i ma den skenë, pam, shuplo kapet, pam, mi ku që faqet mo, këta sigurimi të shtrenë të kështë e nisin mikrofon, e vish ku ja ka nisë, kap për mrapa, apet të ma hi për mrapa në shpinë. O, a i më rejhe, më rejhe pi dashnis, po, ama më mboni. Më mboni që më mboni, mo. Unë dua të kthehem veç edhe të një udhëtimi joti, prej ati viti ti pastaj rregullisht ke shku në Ulqin. Pa. Edhe programet e verës gjithmonë i banë në Ulqin. Ta përmendim Hotel Mediteranin, i cili gjithmonë tu ka gjend ofër. A do ta bësh edhe si? Po, pa tjetër, dhe më tonë, pa tjetër prap është me Ulqinin, dhe më tonë, kom caktu datën e qëshorit që në faktikisht në shkoj me ekipin e radio televizionit njëstëne, prap është në Mediteran, po e zbuloj për herën e parë dhe po të tëmë dhe më thonë ekskluzivisht qka kom me pas 30 minutën e parë, e kom një nostalgji.
nostalgjia Ulqinit, dhe me thonë ku ball për ball kalas, dhe me thonë, unë kom e pas ftum Ramadan Krasniqin, kom e pas Sinan Vllazaleun, kom e pas Afrim Muqiqin, kom e pas Eli Faren, Irma Libuhoven, Miranda Ashanin, atë nostalgjikët e Ulqinit që kanë knu me muj për para. Dhe me thonë, ata kanë knu me muj për para, dhe me thonë, Ulqin, kanë ndjenja, kanë emocione, kanë shumë qka, dhe me thonë, e pastaj është pjesa tjetër që është pak ma arktuse, pak ma e bukur, për shkak që atë në Mediterani sot është ma ndryshe. Këtë vit ka investu edhe të restorani nalë, dhe me thonë. Po, të restorani nalë. Fantastik. Edhe për pos asajna e kanë marrë edhe të plazha poshtë restorani që ka qenë në atë kohë e Galebit që ka qenë, tash këta e kanë këthy vetën, si pronë vetën që e kanë pas, e kanë marrë dhe ato, edhe prej atyrit ka me pas diçka interesant, kështu që ka më mundu dhe me thonë me si edhe prapë për Sa emisione për planifikon t'i bësh? Eventualisht 12 emisione. 12 emisione, zakonisht i kom bo gjithmonë i kom bo 3 muajt. 10 emisione, por po planifikoj 12 emisione që fakt me shku edhe një pjesë shtatorit me shku prej atjet. Unë jam me fat mas parti që me punën e emisioneve me Ulqinin ti ke qenë ajo shtylla kryesore që unë e kom marrë rrugën për Ulqin. Ti më ki drejtu dhe më thonë drejt hotelit Mediteran, ti ma ki mësu Ulqinin, jo vetëm Ulqinin, plazhën e vogël, plazhën e madhe, Valdanozin, po ti ma ki mësu edhe fshatat e Ulqinit, ti ma ki mësu që është bot, për ka është udhiri, ka vjen, ku bohet, që është bohet. Dhe me tonë, se mrenda një viti që kemi qenë viti parë, që kemi qenë bashkë me ekipin këtë komplet, me këtë reportajit, qatë vit, dhe me tonë, jam konë edhe Robi, jam konë edhe Besarti, jam konë edhe tjerë të cilët faktikisht kanë dojnë në teren, kanë përgadit storja dhe jam bodhë storjet. Kështu që e bukur ka qenë gjithmonë ajo ko, edhe pse për post kësajna, unë gjithmonë nuk e kom potencu edhe nuk e kom haru, sepse kom punu me agencione, kom punu edhe pësaj përket pjesës Turqis, kështu që edhe Turqin, Rivjerën Turke, unë e kom pas, edhe Rivjerën Turke, edhe Rivjerën, edhe Shqiprin, mës me haru as njerës edhe për Shqipri, unë kom bo emisione ko pas kohë tek Bregdeti Shqiptar, po me Ulqinin nuk e di na, në honë me na qu, një biza me na qu, po shku në Ulqin, nuk e dim që o deti, nuk e dim që o deti, adi pse? E po vagjerin, i shku në deti, edhe unë jem konë, e një biza s'ta shë kërkosh, në Maldive s'ta shë kërkosh, kështë që Ulqini duhet me konë, dhe me thonë. Ulqini është njëri prej destinacioneve kryesore, të themi kështu, dhe gjithmonë ka qenë i bukur, vazhdon të jetë i bukur. Unë veç kështu, po du mës me të ndërprej fjallën, po du me të rëgu që Ulqini nuk është veç i bukur sa i përket turizmit edhe sa i përket sezonës verës. Ulqini nësë din me marë të mirën e Ulqinit, e Ulqini është 99.9% shërrus. Shërrus për shumë sendet ndryshme cilat faktikisht, në më tonë, unë për veti personal, nëse shkoj një vjetë në Qërshor, e marë vojzën me veti, edhe më ka ndodhë shpesh më qumë në orën 4-5 me shku me flejt tek pishat me ta, ajo sezonin e dimnin ka leke për mrekullit zotit. Po, e ka kalu pa probleme. Nuk ka gjë ma shërus, pas taj tu e marë parasysh se e ka plazhën e grave, e ka rërën të cilit fakt, unë shpesh herër se mja qelim vorin petit e mshtelim për me hekra umën. Plazhi i madh i Ulqinit i ka ato mineralet aktive, që themi janë aktive, magneziumin, kopri, cinku, të gjitha janë aty edhe e ndihmojnë organizmin e njeriut që të funksionoj ma mirë. Por, nuk deshta me përfundu këtu me Ulqinin, deshta me zgjat me udhëtimet e tuja në Antalya. Të themi kështu se pas disa ditësh ne do ta kemi ballon. Po. E 21-shit, edhe zakonisht prej ballos së 21-shit, po edhe para ballos, ti ke dërgu mysafir të shumët, ke ideu emisione të shumëta në Turqi, ke qu në det artistat, keni bolojnat ndryshme atje. Si vjet, përsëri balloja, përsëri ti je në ekip me Ditën, me Milotin, me të gjitha ata, po e organizoni ballon, unë si mysafire këmë ordë. Edhe si vjetë sa e di une,
ata që do të garojnë, do të shkojnë? Të 25 vjetorit, dhe me thonë, unë përmenda ballon edhe dita ma gjujti. Dita ma gjujti ta ki mu marrë me ballon, edhe merru me ballon. Edhe në faktikisht unë bashkë me Milotin, shkum drejt ditës, edhe ullem, edhe vendosëm, dhe me thonë që po, me qenë ballo, vendosëm, mas andej që ka me pas, që shka me shku, krejt gjithë shkapi, e vendos, edhe unë propozova edhe për lokacionin, dhe me thonë, ku më mbajt, edhe gjetëm një gjuhë për bashkat, dhe me thonë, edhe me lokacionin nuk po e përmendi, për shkak që ndoshta ma mirë milion surprizë për të pjesa e ballat. As artistat s'po i përmendin? Jo, kur gjohë dhe me thonë, janë disa këngëtarë dhe disa këngëtarë fantastik që do të marrin pjesë, si vjet? Po, që kanë me marrë pjesë, dhe me thonë, s'po flasë që ka me qenë i red carpet, ka me pas diçka të bukur që i kthehet prapa, ai imazhi i asaj atyve viteve të cilat fakt kemi pas ballon edhe përpara, po e bukur do të jetë prap kjo se po, patjetër që më thonë janë çiftet të cilat fakt garojnë në garën e vallëzimit, ato çiftet brenda natës vendoset se kush janë, për shkak që nuk dihet aty kur dalin në vallëzim, ka me pas më thonë, ka me shpërbly çifte, ka me shpërbly çifte për Turqi, ka më shpërbly çifte për një ekip që ka më shku për Shqipni, ka më shpërbly çifte që kanë me konë pjesë e imja Hotel Mediteranit, mrenda qastyve ditëve që unë kam dhe me thonë komplet emisionin i Kafe me Lavin me artist, edhe dikon prej qifteve të ballës duna ka me pas me veti që një farmyre ka me ardhë, ka me pas një intervistë një Kafe me Lavin, po edhe ka me pas që shkon komplet të rjedha edhe emisionit e gjirimet e sendeve. Kështu që edhe një përjetim ka me qenë edhe për ta. Ti në qeshor një Kafe me Lavin? Unë në qeshor me 15 qeshor është, dhe me thonë, ditët ku shkoj unë bashkë me ekipje. Me 15 qeshor edhe unë jam në Olqeni, kështu që dhja dhe unë të qyri kështu theri, pres largu. Jo se vitin e kalum më kje rejt, edhe tash që si vjetë s'ma më rejshe, në emision du me të pasë për ja, vitin e kalum, s'ka shumë nostalgjia Olqini që kjo është, ata tash unë. Apse, do me thonë unë e dimnit prap me të thirë ty, edhe kështu shkojmë rotacion. Jo, tash unë e pëtëm, unë pse përmenda nostalgjia e Olqinit, të nostalgjia e Olqinit, do me thonë, të nostalgjia e Olqinit edhe ti hynë që aty, për shkak se ti prej që aty, të në thash, ti na ke qu që aty, ti vjen prej që aty vendi, ti pjesën më të madhe tjetër se e ki bashkë në qatë vend, takimin tënd bashkë me agronin e ka përmend një Kafe me Lavin që e ka me ty, gjithë shkapin, revizor ku të ka këqyr të herit, ku gjithë shka të ka pa të dalë pi plazhës, pi ujit, pi sendeve, kështu që një nostalgji do me thonë kena me pas edhe bashkë si vjetë të një Kafe me Lavin, pa tjetër unë bashkë me ty në Olqen, duhet me konë, deri sa i përmenda gjithë ata emrat, njëri prej emrave duhet me konë edhe ti. Faleminderit shumë. Do ta shohim, nuk po thom po. Jo, ta qëj mesazhin që ma ke quti mu, s'ka. Nuk ka s'pët vest, ti kimi konte unë në emision që të ma ke po. Ta shti ta këthej, vish ta bëj ripost mesazhin të. Kun kala? Jo, Mediteran dhe më tonë tek përballë që jetë kala. Që shihet, Ani në Mediteran moj me orë. Oke, Ani. Pse tusha moj me orë, ku gjithë ka mundësh. Kur s'ke mujte, ne mujmë, ne dim, ne duam, ja dalim. Ne dim, duam dhe ja dalim. Ndërsa miqtë të nderuar dhe tani po kalojmë në një gjë shumë të lezetshme, janë pyetjet që i kom bëune. Hajde. 10 pyetje do të përgjigjesh vetëm me një fjalë edhe këtu përfundon intervista ime me Lavin. Emilia Takuale pakoj. Pije langur. Ke langur se kemi langur shumë të mirë. E kom bo vetë. Unë po veç ame. A përse që po më nalit ka ere. Nuk po të nalit ty heq. Ke qenë fantastik në emision, ashtu si je fantastik edhe në emisionet tua. Mirë, po tash e ke vetëm nga një fjalë, do me thonë, pa filter, një fjalë. Pyetjen dhe ti, një fjalë e thu. Gjithë këto vite në ekran janë? Përgjithsi. Për kushtim dashni. Një fjalë. Përgjithsi. Përgjithsi për thëmë. Përgjithsi. Okej. Një Kafe me Lavin është? Dashnia më e madhe. Labi i ri ishte? Kësa që është. Labi sot është? Prindi mrekullueshëm për rohen.
Momenti më i sikletshëm në studio. Kur e ki musafirin që ta këthem fjallin po, jo. Emisioni live është Përgjësia më e madhe. një mysafir i vështirë? Të unë s'kom pas vështirë, krejt letë kanë qenë. Okej, një fjali e tha. Një mysafir i paharrueshëm? Vlerë, Pyetja që e bën gjithmonë? a je dashuru. Pyetja që s'do ta bësh më kurrë në emision? Dë më thonë. Do me thonë. A më të kujtohet që kjo? Dë më Do me thonë, do me thonë, do me Dë thonë. më thonë. Ose apo kupton. O, përgjigja mira jo. Shumë mirë je përgjigj, ndërsa këtu, miq të nderuar, do të duhej të ishte fundi, por jo pa... Po këndua. O, jo, nuk Di. nuk shtive këtu. Por, Labi nuk do të shkoj prej këtu, pa e marrë një dhurat tonën, që zakonisht i japim mysafirve, dhe me këtë rast, Labit nuk po ja shtroj pyetjen a e din pse të kemi thirr, se Labi i shikon emisionet e mia edhe e din për çka o fjala, do me thonë është fjala për kasnakun, dhe është fjala që ne e kemi në majët gjuhës, Labin se është yll. Edhe vazhdon ylli t'i shëndris në të gjitha punët që i bën, si në televizion, si në udhëheqje live në për ndeja, në për ahengje, e po ashtu edhe në Fashion District, të themi kështu. Të falemderit Labi që ke ardhur sot, falemderit për kohën, të falemderit për të gjitha. Bile, unë kërkova prej Milotit, por nuk e kishim sot kasnakun, me ta dhënë edhe kasnakun tjetër që ti e meriton, se je shembull për të mirë. Se si një djalë nga një familje normale e pejës, mund të arrijë dhe të bëhet fytyrë publike punëtore, se ti ke qenë dhe mbetesh njëri prej punëtorëve më të mëdhenj që une e njoh. Faleminderit që gjithmonë na përmend, faleminderit që gjithmonë e atribuon suksesin tënd për ne, por po të mos ishe ti ky, nuk besoj që një person tjetër do të arrinte kaq me pak punë që ka bërë. Ti ke bërë shumë punë se e ke dashur profesionin që e don. Kështu që Ky yll është fal teje edhe fal atyre njerëzve që në fakt akoma sot e kësaj dite në të mbajnë skenë publikut, të cilët fakt na kanë jep dashni, m'jepin dashni, m'jepin motiv, m'jepin përkraje, m'jepin stimulim, që në fakt unë me vazhdu edhe tash e sa vite. Unë jam me fat dhe falenderues që të kom pasë dhe vazhdoj me të pasë afër vetës, ti e din që njëri është i kompletum, kur e ka njerëz të mirë afër vetës, kur e ka rrethin e mirë, kur e ka familjen e mirë, kur e ka shoqërinë e mirë, kur e ka gjithë shkafin të mirë. Kështu që unë jam me fat që të kom pas ty afër vetës, jam me fat që kom pas një televizion edhe një staf edhe gjigant mbrapa vetës që kom pas një gjuhë edhe një komunikim të përbashkët. Është shumë me ta, por jam me fat edhe sot që kom një bashkëshort të mrekullueshme si është Qëndresa, që ma ka sjellë rjetë edhe Roën, sepse ti e din fort mirë, Roa është pjesë e jotja, domethënë e pandashme, sepse me Pojin janë shoqet. Mos të harroj me thonë që javën tjetër më vjen Poji. Poji edhe Roa duhet me ardhë. Se janë shoqet mira, po. Duhet me ardhë atje. Kështu për mua, domethënë është nder dhe edhe kënaqësi edhe privilegj me qenë pjesë e jotja, pjesë e shikuesve, edhe pjesë e këtij stafi cilët jemi. Unë nuk kom ndalë, kom me vazhdu, kom me qenë qykylap që kom qenë gjithmonë, nuk di me ndryshu, shpesh hera njerëzit ma bojnë, pse krejt njerëzit e mund që në botë po ndryshojnë, pse është koha e ndryshimit të sandëve, pse nuk ndryshove, prej ati njeri që ham buk, prej ati njeri që t'jep motiv edhe t'jep përkraje mbështetje, që nuk ki nevoj që ka me shqitë mendë dhe nuk ki nevoj pse me pas rezerva. Janë shikust. Janë qytetarë që unë dalë prej qëtuit, ajma e bukën.
për shkak se ai më shikon, ai është me mu. Kështu që duhet me pas kujdes secili për personave publik, se si sillet me ata faktikisht që të hajmë bukë për i tënve dhe janë bashkë me neve. Sepse mbi gjitha, ata na japin vullnet edhe motive dhe na qërë. Absolutisht. Kështu që të falenderoj ty, të falenderoj stafin tënë të mrekullueshëm, sa do oke, faleminderit shumë, Agran Hajdar, ju du pa fund miljard faleminderit për punën që bën, jo vetëm të Gjeri, po që bën edhe ko pas ko edhe të kon, të jam falenderuar gjithmonë. Je shembull se prej unë jam top modelit, në fakt i more hapat e para edhe nuk u dale asnjë minut, edhe sot e kësaj dite ke marrë energjinë dhe vullnetin edhe tanin, po edhe mbi gjitha sot jeni organizator i Fantastik. Jo vetëm emisione, po ki fillu edhe organizatori mrekullueshëm edhe i dasmave me qenë, kështu që Eventeve në përgjithësi. Po, e mora dasma se 90% po jena në dasma se edhe eventet pi përshtim krejq atë. Kështu që faleminderit Majko. Të dua shumë. Edhe unë ty të du shumë. Ndërsa miqtë të nderuar, mos të harroj, Mirlinda Luka më ka thonë me të përqaf. Kështu që... A më i për fund? Po? Unë respekt shumë pa fund me Mirlindën dhe më thonë përgjithësi me familjen, për shkak që unë një periudhë shumë të mirë të jetës, se nuk në ra me folë qatë shumë ndoshta për femininë e për sandet, unë kom plajt shpit Mirlindës shpesh herë, sidomos në atë periudhën e luftës, dhe më thonë që kemi qenë. Këto e kom pas si bërç, ndaj Mirlindës publikisht bile, se ti më ke thonë, adin kur të kryn, për qafe shumë, unë e publikisht po e për qafi që tash labin për ty, ndërsa miqtë të nderuar, me këtë ftyrën time do të shiheni javën që vjen, por edhe me këtë ftyrë do të shiheni javën. Mas këtu hit shihemi me ftyrën, me këtë ftyrë. Po, do të shiheni në mbrëmje në orën 9, ndërsa ne të dy ju përshëndesim, ju urojmë një vikend të shkëlqyshëm, ju urojmë një javë të shkëlqyshme, të themi kështu që sigurisht do të na shihni edhe në ballon, në programin e ballës që do të shfaqet pastaj në Radio Televizionin 21, qëndroni të përshëndetur, si thot një mik i imi Besnik Geci, qëndroni të përshëndetur dhe plot dashni për ju.